E harruar nga koha. E shkatruar dhe e dërmuar. E lënë si një fëmijë pa përkujdesje. Dikur me një nam të madh, e sot një gërmadh që kërkon shpëtimin. Mirë si vini në stan tërë të Mitrovicës. Aty ku me qindra vite nxirrej Xeha. Aty ku kanë gërmuar e jetonin Dardanët, Shqiptarët, Romakët, Saksët, Osmanët, Britanikët e Jugoslavët. Po fillojmë nga lartë, nga një vend që lavdin mund ta kujtojmë vetëm nga rrëfimet dhe fotografitë. Mirë dita millet, mirë se keni ardhur. Kjo mbeti o kom pishin gjysmë olimpike. U ndërtu mas luftës dytë botnore. E në vitet e 50-ta këtu jenë mojt gara nacionale, dhe me thonë tish Jugoslavisë natë. Edhe në moment tjetër u konë këj bazin i vogël për thmi. A ka pos shyheret, Po, ka pos njerëz. Që Që sa që konë këtu, po më doke si të kthejra pak në emocion. Nuk jem konë shumë ati, nashta i konë 9 vjetë. Po se këtu kërë afrejsh e verës, halo pa ardhë nga të dikën 100 metra para se në ardhë të pishina unike, ajo gumzhima e njerëzve. Veshin këtu edhe për qyteti, për Mitrovice, për jonëve tjera, u konë klubi i notit i Trepsës, ka pas në të ustë mirë, një për i tyne u konë Nazme Shatrulli, a i dyre kanë zonë venin e parë, venin e dytë në vërtetë. O kumë do me thonë vicekampion i Jugoslavisë në 400 metra stili lirë. Ky qëtuj? Po, në banur të Stëntërgët, si thmi, veshëm heret këtë, e një mëj shumë këtyne punëtorve që jenë konë këtë rojtarit, u konë i farferizi, se lacit. Edhe a i ka vënun që të lagjën, që të në lagjën e kolonisë angleze, i një mëj shumë e fshi, për me nalona i me hipa bileta. Ose ka ere këcej shumë teli, një shumë nërteli. Ma shumë është që me veti, smeca pa të gjona, luj shumë, në tej shumë, mësej shumë. E që konë knatësi u konë adin. Nonën e përme, tash u bo mali kësaj dhe njën rritë drejt, po u konë ledin, livadho konë adin. E atje veshin edhe familjarët me gra me thmi, i shtreshin qeve të marshin me hongre me pi, pytshin flija, atmosferë u konë, lezet u konë, për një me. E sëtë kur të shek kështu në Po këtë gjendje? është adin, vallajnë mu edhe neve që i jetojmë këtu mati, na jem shumë të lidhun me këtë ven, adin emocionalisht, se që të jenë rritë, kemë shumë kujtime, edhe vjen ketë shumë dhimet që kretë kjo po shkatruhet, edhe veç u shkatruhet, kjo nuk o shansë as mu renovu, as mu këthy që shukon, e përjetoj ranë, po na jena mësu me përjetime të rona e pak jena bojë mënëm da aty në seneve, se e dhimshme është kjo me të vërteta shumë e dhimshme, që ka ndu që shukon edhe qysh është. Dushmenda, ki këcy në herë për stuit? Po, këmë këcy, po që shja, kërcimurja. Mas pari nuk këmë këcy, po më kanë gjupi, më kanë hubë. Deri kur jeni lashtë? Nashtë deri në vitet e 80-ta. Po, Po, ju më largue, 77-ën, ju më shku në shkollë.
shtarë atje ku jetu 4 vjetë. Veç kër jam këthy pishina veç ishëm shel nuk punojke dhe qatër ja ka njës ka pak më shkatërua. Këtu kanë qenë shkallët e pishinës, në fut brenda. Që që përmendi Azi Shpend ka qenë ku jëm pagu biletat këtu dikun, ki vazhdu pjesën e poshtë me mu la. Nalt këthena duqe lastër. Kushia që është ma diku rrëth 1,5 metër du të me qenë 2 metra në këtë pjesën këtu, e 3 ose 4 pjesën e poshtë me ma të thellë, që edhe pjesa kërcimorës. Apo shkojmë të... Shkojmë shale këtu... Të tenisi. Këtu në natër tenisi, ku në fusha e tenisit madhë. Ata e kanë i disë anglesë, për ata e kanë posat sport atëherë. Rruga këtu ku në pastrume për e pastrume o konë, po e pastrume o konë. Edhe s'ka pas kësi drojt vogël, po jenë konë lisat më dhej. Mali madhë konë. I kalushëm, adem. Hajde s'kënjën atë fera. Apo munësh. Qemilat, që kjo konë fusha e tenisit. Tenisit që? Tenisit madhë. E kanë marru anglesët, para luktës 2 botnore, cilën vetë nuk e di mati. Lukat 1930 bëse. 30, po. E ka posë edhe atë vijat, që i kanë fushat e tenisit, edhe 2 shtyllat jenë konë për atë rjetën. Na nuk kena lukë të tenis. Së konë i popularizu ma i sport. Tenas, kena ditë për në që të lujshëm futbol të vogël. Veç i gjithë e kena thonë fusha e tenisit. Qështë i kam e tevni. Kur dojshëm me orë me lukë të, thëshëm a shkojnë a lujnë në tenis. Ka erë bëjshëm edhe turnire këtë, në futbol të vogël. Miniera e Trepqës në vitet e 30 të shekullit të kaluar ishte populluar nga britanikët, që vërehet edhe në ndërtimin e godinave të banimit, e njohur si kolonia angleze, apo lagja angleze. Atëhere për shkak të pranisë shumë të madhe të kolonisë anglezëve ose anglezëve të cilët kanë punu, që kanë qenë pjesë të Trepqës, këtu është lujt tenis në atë kohë. E dim që një pjesë ose një përqindje të Trepqës e ka pas edhe Britania e madhe në këtë rast, edhe po e shohim kushtet sot. Kjo është deshtë me qenë pjesë e trashëgimisë kulturore të Mitrovicës, po fatkeqësisht po e shihni që është si pjesa tjetër e stanit të këtë. Po, ka pos publik këtu kur keni lujt, besoj që ka pos atmosfera? Po, ka pos atmosferë më shumë turnire këtë. Zakonisht këtu më shumë turniret e lagjeve stanë tërgut sheshit vjetër. Kolonia Shangaj me Rashën. I të janë kom 3 lagjet ma të mëdhaja. Pse Shangaj, lagja Shangaj? Nuk e di pse i ka me të emni që ashtu, po adin Shangaj. Une për emni Shangaj kum ditë bërë qasoj lagjes, para se mi ditë që është një Shangaj atje në Kina. Tani masë ne i thesha akona i farë lidhje në rekje me atë Shangajnë e kinezve. E nuk e di pse i ka me të emni, po Shangaj i kanë thonë qasoj lagjes. Anena ka veriu, lagjes dhe veriure. Edhe në Shangaj, ata fëmija Shangajt janë konë të lasdrum. Pse? Janë konë të lasdrum, ata pse janë konë kalablak. Edhe u reshëm na, lagja me lagje. Për atë rahjet kër i bëjshëm, nuk janë konë si tash, janë konë pak ma ferë. Po rejëm, shkejshëm aty në bërë të kishës, kush dhe i ke më rejnë, atjerë të këqyrë shumë, edhe ajë që i fita i ke këjumë si azgat ke dorë në marshin për qafe, edhe që atë u kryke, ju me dala pet nestra e tinza e bele me bojë, me përdojrë arme, ja, apo do në më rej, po, hajde. Edhe që u kryke që atë.
Na, nej shumë, hajde. Më kujtet njerë. Në patën që do matë vjetër, do këshit mi, që ashtu më rej me tunel, me një djallë, nuk i di asë që ka pas e amnë, naj, po ja kish pas nëvë kënë surra. E unë e shpendi me surra, në din. E pa të rejë, va, O, Gjon? Nuk i di. Nashta për nashes, se unë të që nashta për nashes surra, fëmijë në konë. Jena knaqë, edhe kër jena re, jena knaqë. Po zbresim pak më poshtë, tek lagja angleze. Shtëpit me tulla, sot nuk kam pamjen e dikushme. Duken më mirë, por njerëz ka më pak fatkeqësisht. Bat, jetojnë në këtë pjesë, Po. besoj që dikur ka qenë gjallni këtë shumë. Po gjallni e u konë mirë që valloj ma kështë dosh me ndoll atje push me po ka delin dytin rime ka heni pare edhin, se më të onë dy janë. Qashtë u konë jeshi u konë mirë, po bëti hava, tash s'ka, këj mërseli ka marrë banes, që këtë djoli jem ka marrë, në Gjermani ka marrë banes, tonë për dalin, këtë doni u dalë, Këtë të nasenet i keni pasë. që për valloj nuk e di që s'ka pasë, ha, tanat mirat e zëtit jenë konë, po tash pasuni ke ma shumë, se adi është qysh me thonë mirëqeni adin e madhe, po kështë zvynë, sen mi këtë tëkë. Vetë jetë najtë? Vetën, që tash vetën vjen ka njerë njëri në 2 hafta, në 3 hafta veç. Hajde, s'ko gojle. Hajde, këllofshim mirë, hajde. Mere këto. Po, masë ne ta marrë ato. Apo? Faleminderit shumë. Hajde, këllofshim mirë, hajde. Kjo është njëna prej shtyllave që kam vetë prej asoj kohës, ose kolonisë angleze, atëherë kur anglezët kanë qenë, ose kanë jetu në këtë pjesë, tërë hala e fort. Rrëfimi vazhdon. Gjishpen, kjo bje që ka është, si mira, bonja, e natës. Ja, përshaj që shë shkatru hotel, kjo konë hoteli i Trepqës. Hoteli? Po, hotel, këtu e nërë delegacione, po edhe musafir kështë. Hoteli mirë u konë, nuk e di çfarë kategorie, po edhe rrethën e ka pas të mirë. Edhe i madh, i mirë. Deri në luftë kjo u konë i rujtën. Ka pas kejtë senet i ka pas mrena? Krejt mrena në konë tepijat e lësterat, tavolinat me qarshafa, mjetet e kuzhinës, shanku, gotat, krejt janë konë. Po nuk u kujdes kërkush, nuk e ka rujtë, që është me thonë. Kjo është pronë e Trepqës, po edhe e ju një gjithve, po të pa përgjetë shumë njerëzit, ja ka njësë kapak edhe qëta është që shumetë, si gërmadhë këto si rënuje luftës, edhe pse kjo nuk është katëru në luftë, mas luftë është katëru. Mjeresht, adin, si shumë sene tjera, ju konë hoteli njoftë, nuk konë hoteli i Trepqës. Pej musafirve tjera, adin, i posaçëm u konë edhe tita u konë musafir në këtë hotel. A e mojnë mena? Jo, nuk e mojnë mena atë vitin kër ardha, adin, që atëherë u njësë stafeta për i Stantërgët. U bëjke ajo stafeta për titën që ju enke në përkret Jugoslavinë, me 25 maj ju dërzej ke atje dikën në Beograd. Në ashta 78-ën, 79-ën, stafeta u njësë për i Trepqe. E në qatë kohë, tita orë këtu e ka nejtë në këtë hotel. Se dhe delegacionet që jenë orë zyrtare, këtu që kanë bu kontrata me Trepqen për jashtë. Trepqe o konë eksportu se modhe, në qëtë hotel ata kanë bujte, kanë nejte. Kam posë dhomat me TV në atë kohë, telefonin e krejt. A klasë. A klasë. Këtu konë knaci me orë me nejtë, me pi kafe. Shpen që u konë kjo? Kjo konë
ndërtes banimi për punëtorët, pa familje, veç vetën që kanë jetu këtë. Punëtorët Trepçës që kanë pej fshatrave, Tërstene, Rashane, të katune e të largëta, që kanë po zërë me utu, ata kanë banu këtë. Edhe një pjesë që soj ndërtese, millet, u kona i veshëroj. Qa i vjen? Atje i kanë la robat këta punëtorët, masë jenë konë dhe vetëm ata, nuk kanë pas asku ata me i la teshat e veta, i kanë qu atje në veshëraj, tani kur i kanë pastru, jenë shku i kanë marë. Atje kanë punu do gra, Trepçës jenë konë ato, në kodër Trepçës krejt veshërajet e tëna. A të këshymë ku kanë flajt? Po, në mujë shumë nëse u me diqka. Kjo është njëna prej dhomave të punëtorëve, të cilët kanë qenë vetëm, do të thotë pa familje, e që kanë punu pjesë Trepçës. Deri në vitin 1999, ka qenë shumë ma mirë se sa që po i shohim sot komplet e shkatrume. Enes, qëre asi sa i të në hershit që ka metë. Po, mi të regu edhe toaletet, se toaletet nuk i kanë pas në domë. Këne kanë qenë toaletet, jenë një 20-30 dhoma. Që këtu toaletet e përbashta. Leone, ama kamerën se thirra në të na undë. Hajde. Hajde, Denis. Cëllë ti. Si te e gjeli e filmat. Tullu ninja. Shihet që ka minerale, metale në kitë guri. Dhe me thonë edhe mi dhe këtë në rëthin Trepçës në Stanterg, edhe mi dhe ka zehe. Gjonë diqka. Mi pas në i teknologjie, mi shkri këto mi përpunu. Ishëm botë pasën. Po, boksa tekrit. Po. Kjo këtu? Kjo konë për aerosjet minjerës. Kjo lidhët kështë ta shkën të poshtë kjo bira, shpela, edhe u konë si sistemi ajrimit. U konë një gëpi madhë, i diametrit ma shumë se 2 metra, i metalit, edhe aty u konë ajo elisa, me elektromotor të madhë, që u silke për mi ngre hajrin edhe mi që poshtë, për mi aeros një pjesë të minjerë. Nisaj në lace, nisaj. Që e ku konë këtu muri, qëtu konë ajo, me njëherë qëtu konë ajo rrjeta. Në zërcipi minjera. Që. Qka po muj me vrejt, minjera shkën në atë pjesën anina, po nuk po rizikoj me nes, a? Nuk po rizikoj me hi, po edhe ka lakështi shumë, po e shoh që uji po rrjedh shumë, edhe ka një farë avle, një farë nëzëtësia, që po vjen për minjerës, për i poshtit. Sa nëzëtë ko ka qëto me najt, sy në shpe. Qëre, pishe që ju avullu kamera sa nëzëtë. Apo vrejt avle të dalë, po. U avullu. Këtu? Që të e në shpijat e para që i kanë hadis anglesë këtu në Stanterg. Mahalla e para? Mahalla e para, po, që të shpija. Dhe me thonë, këtu e ndërtu me vitet e 30-ta. Saksisht nuk e di kur, po të parat në Trepçë që jenë hadis, pe anglesëve jenë që të shpija. Jenë hadis për punëtor, për banim të punëtorve. E kësoj lagjës i kam thonë Zermania. Më nuk e di qashtu. Deri voni kanë thonë qashtu këta banor të vjetër Trepçës se kanë dalu këta
me qasi jam në koloninë e Rashën, e Shangajnë, e kjo konë Zërmanja. Çfarë nacionalitete kanë jetu Të përzi. në Stanitër? Besoj që nuk ka vend ashta multietnik. Jo, edhe si mas shënimeve që i kanë në për arkivat ish Jugoslavisë, vendbanimi ma multietnik nish Jugoslavi nuk konë Stanitërgo. Se këtu për shkak të punës kam pru inxhinjera, kam pru punëtor, edhe vetë janë ardhur për i viseve të ndryshme, për i Bosne, për i Like, për i Dalmacie, për i Macedonie, ka pas edhe të huj, Rus, Bugar, Hungarez, edhe Anglezët e kam pas atje atë lagjën e vetë, dhe që konë shumë veni përzim, edhe prej shqiptarve, prej të naviseve, ka pas që kanë jetu këtu, Gjakovës, të Pejes, të Lapit, Drenicës, të Shalës, o konë shumë vend multietnik, Pakica. Me të gjithë e kena kalu mirë. Na ka lidhë interesi, puna, shkolla, loja, një farë harmonie. Dhe nashta për shkak të asaj që nuk jenë konë aty 2-3 etnicitete, po jenë konë ma shumë se 10, edhe tani ma ajo nuk u konë relevante. Së konë kur farë faktori, a jeshtë shqiptara, Serba, Bosnjaka, Kroata, Bulgara, unë i kom pas 2 kojshi magjar. Giza u konë një, ajo ka jetu vetën, u konë e martu me për një shqiptar, edhe u konë i farë Zlatani, mbi emni nuk ja di. Do këtë Shandër, Zlatan Shandër, që është diqka njëri i mirë i urta, ju konë edhe mekanik, automekanik i mirë. Në atë kohë, i në reski do fiqa, do shkoda, i qështë. Qëta shkeme nga të regu një objekt që është për qëdia? Për qëdia është edhe mu ka dukë që javlen për menë se senet koha poetë, senet po shkatërohen, njerëzit po shkojnë e po harrohet historia. Bile me që ke video? Historia ju në qitë video mi përmen një objekt që është shumë interesant. Mos nga të regojsh tash, kur shkojmë atje? Jo, kur shkojmë atje ju kalzej, po i qati i loji nashta është i pari në Jugoslavi. Që kjo është ajo objekti milat që dashta me ta kalzu, kësoj edhe sot i thojnë banorët e Stanitërgut i thojnë kasina. Kasina. Këtu u konë kazino, u konë sale e bigjozit. E kam pas në mrena tavolinat për bigjaz edhe ato të rulletit. Edhe u konë një salë për valzim. Në shtunëve dileve u mojshin valzime. Trite e Stanitërgut të bëjshin aty, i marshin instrumentet me vetë, i valzeshin, e ata, inxhinjerat ata që kishin pore dhe anglezët, ata lujshin bigjazin, kazino, i ka me ta një kasina. Kasina i thëjnë edhe sëtë. Përjetu këta? Po, në atë në salë po, në salë ju më konë në valzime ku marë pjesë. Ta shtë e shpia adaptume, no? Po, adaptume, për banim u adaptu në vitet e 60-ta. A deri që atër u konë ekskluzivisht vetëm si kazino edhe si klubi arktimit. E shumë interesant se në atë kohë, Kosovë nuk ka pas kazino me siguri, po edhe në Jugoslavi në ashtat dikon, në Zagreb, në Beograd. Ne kena pas kazino në pej para luftës 2 botnore. Shumë bëgjazhijem na. Interesant. Kjo ka qenë furra po në Stanitër, fatkeqësisht është mbyll, po ende ka gjana furrës që shihet, do me thonë plakat edhe ato, edhe është mbyll para disa viteve, para shumë viteve. Po që ku kanë me këto. Elona, si kre tjetra. Shpenë zbretën poshtë, jemi në qendër. Qendra e Stanitërgut e Trepqës. Ishit konë komunë në vete? Po u konë një kohë në vitet 50-60, është pej mas lutë dhe në 60-at, u konë komunë, masane u metë veç bashkësi lokale. Që kjo qka ka qenë? Këtu konë restorani, menza e punëtorëve të administratës e drejtërisë Trepqës. Po këtu jenë ushqy edhe banorët, se
kretjen kom familjar të punëtorëve Trepçës edhe i kem pas bonat, marshin bona për Trepçës edhe me bona vishëm këto ushqejshëm. Si të u konë restorani edhe ka pas menyn e mirë, që qka ka pas me hangër. Të ne në konë këto. Atje u konë një shqitore, këpucëtore u konë atje. Ka pas infrastrukturë zhvillume. S'ka pas nevoj njeri me shku në qytetën Mitrovic për kërgjë kretir kena pas këto. A gjenë gjyna që sëtë nuk ka njerës, nuk ka gjallni? Po më vjen gjyna edhe shumë keqa, dhe në që në vend se mu përparu krejt ato ose mu mirëmbojt, se këtu jeta kulturore u konë shumë e zhvillume, po edhe standardi, me ato parametrat e atërshët se rrokat e Trepçës që në konë të mira. Jeta u konë e mirë, shkolla u konë e mirë, gjithë shka u konë e regullume, e organizume e mirë. Edhe tash qysh përshëni gjithë shka u shkatru. Këto jëmë prëna Trepçës, po ata nuk jemë për kujdes për me i rujt, edhe kapak jenë shkatru. Qitu u konë posta, që kja e para, djathas, posta, që të u konë rojtërja. Që kështu? Ram Berberi ka punu këtë Rahmet Lia, përshëndetje familjarëve ti, ajo konë njëri i pësacëm. Edhe që të posta dhe thëtë Berbernica, edhe këtu u konë Barnatorja. Barnatorja? Barnatorja, po, që të u konë vetë shërbimi, i luksit, po. Që kjo i modhe, kejtë? Po, që kjo i modhe, krejt u konë vetë shërbim. Këtu nonën tjetër që këtë të konë qendra e Stantërgët, e sheshit tjetër, që kjo drejtëria. Drejtëria e Trepçës, e minjerës Trepça. Që të i kam pos administratën, drejtorin, zyret. Sot merë? Po, sot merë u shkatru krejt kja. Qysh po shirë? Ka pos këtu, ka pos dokumente. E kam pos edhe bibliotekën e Trepçës, ajo u konë, jo kjo biblioteka për banorët, po ka pos veç material për dzehtari, aty libra shkencore, edhe kam pos harta që jenë konë shënu me pikat, në bazë të hullumtimeve geologjike, pikat ku ka dzehe, në qëfar sasije, me decenje ato hullumtime jenë bo, për Institutit për hullumtime geologjike të Zemunit, bashkëpunim me inxhinjerët e Trepçës, kanë hullumtu rrëthinën e Trepçës, edhe atje ku kanë gjetë dze i kanë shënu në harta. E s'ka po me ato dokumenta? Ato mas lufte i kanë shkatru, i kanë djegë, që tu i kanë butube dhe i kanë djegë, me nëshin që s'kanë nevoj ma për asisenesh. Si duhen më kërkuj, se janë tishtë sistemit, e që po di janë? Mos me hi janë në rrëth aty në budalakinave, po dami madhë bo. Që kja ishtë ndërtesa e kinemos. Jo, be që ka si madhe. Po e madhe u konë kinemoja. Zdi sa ullë që e ka pas dhe që madhe, standarde. Ati në altë u konë a i kinoprojektori. Kjo ka funksionu një kohë të gatë. Një kohë 2 shfaqe më rena dite jenë konë, prej orës 18 dhe prej orës 20. Ka pas një ka pas shumë njerës edhe vizita u konë e madhe. Vizita u konë e madhe. Shumë njerës, se u konë vend banimi madhë, nuk i di sa banori në konë veç. Edhe interesimi u konë i madhë për kinema atëhere, në vitet e 70-ta. Dhe ne ka funksionu. Mirë, kena kalu. Provojna me himrana ku i ke ble biletën. Ku i ke ble biletën. U shkatru kja që shpëshijet krejt, ama... Ajtë më të ashtyti hen. Hajde. Ja. Që tu konë biletorja e kinemas. Me të ashtit biletën. I marrë shumë biletat. Jenë konë i burën i grue këtu një farë luba me jelicën. Ata luba e lëshek e kinoprojektorin e jelicën e ishit ke biletat. E këtu në rënë heshëm se u konë e thurë në kjo me
shufrat hekrit. Po që ku po vrejt. Po që ku po shihet edhe, veshëm këto e marrë shumë biletën, me hinë kinema. Ka e rejshëm edhe pa bileta, tu më shef që ashtu në Kallabllak. Të këshirë projektori apo? Banja, kinemos, që ati u konsola, po e pas kanë... Jo, s'ki sol, ma. Kanë qelë, s'ko sol, thot është ati. Nuk u me të këzë dhe kësa. Dhe ka shfridu një farsho që si depot shqitore që sa gojbe. Qëtë? Po, Projektori? Projektori, pe i këto atje në pëlhur. Që kona e sola. Këto konë repsisht e ndalume me hi, për pas ati punëtorit, ati teknikut që elshejke. Që në kona të me shirit atë mdhej, që ka që kona i rëmëllaku e në gjithëshin atë aparatin të një. Gjinori zotë? Që kjo konë tabela ku shëneshin poenat në biljardë, në lujen me kegla. Jo, bre. Po për shembull 4 vetë, fillojshë këtu pi 0 i bën 5 i shkruan, i bën 20 i shkruan. Edhe kush po fiton. Na në stantër kënë pas biljardë pi viteve të 50-ta. Jem kom biljarista të mirë. Kur jena shku në Mitrovic me lunë vitet e 80-ta, nëse deshin që i stantërgut s'lujshin me ty. Se deshin që s'ko shumë. Bile një faravdullohu dekra me t'lia duli, a ju shku edhe në gara ndërkombëtare të biljardës në Beograd. Po edhe fitejke, premia, atëherë 10.000 marka, në gjalli ri, në shkull të mesme, vike me 10.000 marka në gjep, të lu biljardë. Po si i stanitorkët? E kom biljarist i mirë. Lull, keni fillu një iniciativë interesante që me pru njerëz, me pru turista. Ka potencial këtë vend? Po është vërtet, ka një vit që kena fillu një nismë që kena qujt vizit Trepça. Edhe si e tillë, po na sjell vizitor ma shumë se sa ura, kuptimin se zakonisht kanë ardhur po ura Mitrovic, nuk është veç ura, Mitrovica ka ma shumë që ka me thonë. As ma shumë trashëmia industriale e Trepçës është e pa trajtune, pa eksplorume edhe me plot potencial për turizëm. Kështu që na kena fillu si nismë edhe është të dalë diçka shumë ma madhe sa që na kena menu fillim. Për shkak se gjithçka që shohim Mitrovic, gjithçka që rrethon, qoftë objektet kulturore dhe fetare, ndërlidhen me mineralet e Trepçës, ndërlidhen me pasurinën toksore. Kështu që po na del ngërshëtim kulturor, trashëgimi industriale, edhe një të kohë për të ardhmen që është një potencial që na si organizatë shohim potencial të madh. Qoftë për hapësirat në qytet që janë të Trepçës, në parkun industrial Trepça, qoftë edhe ato në lagjen që njihet lagja angleze ose stantërk. Kështu që për këto dy pika që po flas, ka ide, ka vizione, kena përfshirë studentë të Fakultetit të Arkitekturës edhe të Antropologjisë, të cilët kanë sjellë vizione, ide konkrete se çfarë mund të bëjnë këto hapësira dhe se çysh mund këto mu kthy në zhvillim ekonomik, jo është të prit me bo Trepça baterit që ka bo dikur, po të pakten me lëshu hapësirat për nevoja ide të reja të tregut, si pas kërkesave të tregut. Kështu që tash për shembull gjendemi te një kishë që njihet si kisha Shën Pjetrit, është përmendur në 1303, që vjen fillimi i shekullit 14, është njohur si kishë latine në përshkrime ose kishë saksone më vonë, po nuk dihet realisht saktë se kush e ka ndërtuar, po dihet gjithsesi që është ndërtuar për interesat punëtorëve që në atë kohë kanë qenë të ftuar me ardhmë me sjell ekspertizën e vet saksont, të cilët kanë sjell përvojën e vet, po edhe kanë përdorur këto para se me hyrë minjer, që është një minjer pak sipër kishës, është një prej minjerave të vjetra, e që paraprakisht një lut edhe më fut minjer për me pa se a dalin gjallë e ka mbet më mu pa. Po kjo ka qenë rituali i tyre, para se mu fut minjer e kanë bërë ritualin e lutjen edhe më fut. Qa ka karakteristike që kanë mbjetuar ashtu, për shkak se kjo është lutën e dytë botërore, është rënuar një pjesë e madhe e objektit, po ajo që kanë mbetur që po shihet që është mbrojtje prej Ministrisë Kulturës, të paktën ju kanë mbuluar çatia ai pjesa kupollës.
për të dhënë mundësinë ashta mu trajtu më në armën. Shihet disa freska atje që janë pak a shumë stilit bizantin, ndërsa stili arkitektonik i objektit i nxjerr më shumë atyre gotik, e që bën të veçantë dhe dallon prej kishave tjera që njihen si ortodokse. Përndryshe, sipas rrëfimit banorëve, këto lagja ku ka lutë, ku ishte kinemaja dhe hapësira tjera, ka pas sipri drita dekorative që i përdorin sot në këto lokale, ka pas altoparlanta edhe ka pas DJ i cili ka lëshu muzikë pas diteve për atmosferë të banorëve që kanë jetu, kanë kalu një pare. Këto të kanë lëshu muzikë me DJ të cilët i ka menaxhu Selahattin Kaçaniku, që i njohim sot si përfaqësuesi orjeçës konsumatori. Kështu që këto janë disa prej dhanave që kemi mbledhur së fundi, po ne si organizat tash i kemi mbledhur 100 rrëfime të punëtorëve të Trepçës, edhe jemi të filluar ciklin e dytë me 100 rrëfime të tjera, të cilat janë fokusuar në banorët e kësaj ane. Kështu që këto janë disa prej informatave të fundit që kemi marrë, edhe zakonisht po mësojmë edhe po kuptojmë që ka çka më eksploru këto dhe më mësu, sepse historia shumë e pasër këtu dhe është potencial për turistët qoftë Kosovës e Shqipërisë, po qoftë edhe ndërkombëtar për shkak se ka të shumë papritura, shumë informata që të befasojnë pozitivisht. Qysh e vlejtën? Qysh e vlejtën? Jo, anglezët nëse s'gaboj historikisht e kanë në emër për me hapë njerën e ka marrë për mbretërisë sërbe në atë kohë Nikola Pashić e ka shit si koncesion e ka për disa vite, për 50 vite nëse s'gaboj. Anglezëve, po mandej kanë dalë pronat që janë shqiptarëve dhe dashmë marrë vesh me banorët lokal këtu që janë. Shumë prej familjeve të asaj kohe normalisht kanë qenë shqiptarë dhe është dashmë negociu me ta dhe një prej kërkesave, nëse s'gaboj, ka qenë drejtuar me familjes Haxhi Mehmetit që sot njihen si tillë, që jetojnë në Mitrovic, po në atë kohë i kanë kërkuar kompenzim, do të thotë sa pare pidoni për se sa po kërkoni. Për mu largu prej tokës, që mujtë ata me hap njerën. Edhe ata nëse kështu është dëgjuar dhe është folë në qytet që kanë kërku tokë në Mitrovic, kanë kërku disa beneficione tjera, që kanë pas kërkesat, edhe të thuhet që i kanë jep, ata anglezë kanë shtri dorë ma shumë, kanë qep jepim edhe pak ma shumë sa që lypët, por një për kërkesave ka qenë ashtë edhe me shku në Haxh, edhe ajo ka plotësu si dëshirë, edhe më duket këtu e ka marrë në bjemin Haxhi Mehmetit si familje, për shkak të saj. Ja, jem këto 4 banor. Që kjo është një për objekte më të vjetra këtu në Trepçe, edhe për çudi kjo u pështu. Hala është në funksion. Se banon ti? Banojën edhe 3 familje tjera. Kjo që aty është edhe shënume, është ndërtu me 1934. Çka ka shërby kjo? Kjo ndërtu si shkollë e xehtarisë, edhe si shkollë e xehtarisë ka funksionu deri mas luftës 2 botërore, deri 47-8, që atëherë u hidis shkolla tjetër, edhe kjo u adaptu, ka qenë ambulant. Edhe ka pas dhoma për pacienta, u konë edhe ambulant edhe stacionar. Edhe qashtë si stacionar, si ambulant ka funksionu dhe në vitet e 60-ta, e atëherë u adaptu për banim. Për banim veç është ndërtu në pej anglezve, në stil anglez, ndërtes e gurit. A i kanë muret e gjona? Po muret i kanë gjona. Se jashtë është gurin, mranë është tullë. Në gjendjet mirë është në krasim e qapoma, mirë është shumë. Faleminderit shumë që na ki prit. Faleminderit juve, jeni gjithë mirë se ardhëm. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ciao. Faleminderit, po ta knatësi.